Besa e PS e ka fituar kryendeshjen e javës së parë në Vala Superligën e Kosovës në futboll, duke mposhtur kampionin e fuqi Feroniklin me rezultat 2-1 në ndeshjen e luajtur të shtunën para rreth 2000 shikuesve në Recep Recepin e Drenas. E në mesin e tyre ishte dhe ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit Kujtim Shala, si dhe kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës Fadil Vukri. Pejanët targetuan pikë të plota me merit pas debutimit fantastik të ish futbollistit të Feroniklit, Gjevdet Shabanit, i cili realizoi të 2 golat, por me lojë të mirë u veçua dhe Qemajl Elshani, që duke si truri i skuadrës së Besës. Se pejanët kishin udhëtuar për pikë të plota, treguan qysh në minutën e dytë, ku Gjevdet Shabani pas pasimit të bukur të Fisnik Papuqit gjua në mënyrë akrobatike, por Troshupa ishte në vend. Në anën tjetër Nikli kundërpërgjigjet me Mentrosh Drellën, i cili në minutën 11 gjuan bukur nga distanca, por Kolçi intervenoi duke shpëtuar gol të sigurt. Pejanët kanë mundur të shënojnë edhe në minutën e 27 pas një aksioni të bukur që rrall shihet në futbollin e Kosovës. Osmani dhe Elshani kombinuan bukur, por në fund Shabani gjuajti jashtë portës. Këto raste kanë mundur t'i kushtojnë mysafirëve, sikur sulmuesi i Feroniklit Blerand Kurtishaj të shënonte në 2 raste që kishte, ku të dyja goditit e tij i priti disponuari për lojë Granit Kolçi, duke bërë që pjesa e parë të mbyllet pa gola. E në pjesën e dytë u pan 3 gola. Pas disa rasteve të pashfrytzuar nga të dy anët, Feronikli arriti të fitojë një penallti, pasi Florent Papuqi pengoi në zonë Besnik Krasniqin dhe gjyqtari Gen Snuza tregoi në pikën e bardhë. I saktë u tregua Beher Maliqi, që realizoi përepërsinë e Niklit në minutën e 57, por ky gol vetëm sa i motivoi pejanët, të cilët shumë shpejt arritën të barazojnë rezultatin. Gjevdet Shabani shënoi nga gjuajtja Ali në minutën e 65, falë një devijimi nga futbollistët e Feroniklit. Besa ka mundur të shënojë golin e dytë pas 3 minutave, por goditjen e Regjës e priti Troshupa. E përderisa ndali goditjen e sulmuesit të skuadrës pejane, një gjë të tillë nuk mundi ta bëjë në minutën e 75, ku pas një aksioni të nisur nga përpara Osmani, Gjevdet Shabani godet bukur nga distanca për 2-1 për Besën. Nikli u mundua deri në fund që të barazojë rezultatin, por nuk pati sukses dhe goli i Shabanit ishte i fundit në ndeshje dhe i fitores për Besën e Ganisë Ideut, që del triumfues nga stadiumi ku shkroi histori para 2 viteve. E bashkë me të triumfues dolën dhe ish futbollistët e Feroniklit Gjevdet Shabani, Qemajl Elshani e Granit Kolçi. Pas ndeshjes trajneri i Feroniklit Afrim Toverlani u shpreh: Mendoj që deri te shënimi i gollit ton avantazhi ishim mjaft mirë, kontrolluam mjaft shumë lojën, kishim posedim më tepër, patëm mjaft shumë raste. Mirë, po pas avantazhit, si duket mendum se përfundoi ndeshja edhe pse kishte edhe 30 minuta lojë dhe ishte mjaft herët. Atëherë patëm çakordim, sidomos në mes fush, dhe po them edhe një herë, ndoshta mendon se përfundoi ndeshja, mirë po nuk përfundon ndeshja derisa referi nuk e përfundon. Besa fitoi me merit, shfrytëzoi në mënyrën më të mirë gabimet tona, të cilat pas avantazhit ton ishin të shumta. Në anën tjetër, trajneri i Besës Ganisë Ideu, që ishte në disponim pas fitores, kishte kohë edhe për batuta për skuadrën e tij. Pak si për batut, do ta përdori një batutë e cila do thotë nuk ka asgjë diçka personale, është e këndshme. Fillimisht ky rregull i ri që i ka ndru bankat, edhe ju thash kryesis Feronikit në këtë bankë gjithmonë ma ka dorë me fitore, kështu që dole ajo tjeta, vëdan. Fillimisht është një emocion i madh, sepse thamë në herë kam kalu vitet më të mira të karrierës time me suksese, me mirëpritje, me bashkëpunim, kështu që gjithmonë është një emocion i veçantë. Mandej edhe kur edhe publiku edhe kryesia, lojtarët e Feronikit më presin në mënyrë më të mirë, edhe ajo të bën do thotë që të kesh edhe më shumë emocione, edhe ndihesh i vlefshëm. Megjithatë, soi për këtë takimit unë besoj se gjithmonë takimet e para kur vjen prej një ekip kur e merr fillimisht edhe gjatë një faze mundeshme përgatitore edhe derisa fillimin e kampionatit ende nuk keni pasur të qartë se çka ke bëu me ekipin ku je. Do të thonë nëse e krahasoj me Feronikën, e cila veç është ekip e ndërtuar me vite. Kjo ka qenë një lloj skepticizmi tek unë se nuk kam ditë se ende se çka kemi bëu me ekip, por besoj që sot ekipa më dha një përgjigje shumë të fortë. Kjo ishte humbja e dytë e Feroniklit në 2 ndeshjet e fundit, pasi të parën e psuan nga Prishtina në ndeshjen e Superkupës, dhe kjo ishte humbja e parë në Recep Recepi, që prej se ky stadium është rinovuar para një viti.